Mirëdita të gjithëve në këtë ditë të nxehtë vere. Duhet bërë një analizë psikologjike e Sali Bufit dhe gazit tim, por do i them kujtbinës t'i studioj pak më thellë se ajo është psikologe. Unë do them si e shoh këto që po ndodh, se s'po marrin vesh e kanë nga dhapa apo kanë ndonjë hall tjetër këta aktorët e serialit Agonia e PD-s. Del gazi i bukur i dheu që mos e papt syri i keq me atë zërin e tij të rangt, si kur e ndjeki nga pas gjithmonja 100 vet, dhe pasi merret me mua fiksimin e tij të jetës, lëshon një bombë. Nuk e mendoj të bëhem tani kryetar. Nuk është ky qëllimi im, por shohim pas 10 vjetësh. Ky gazi është i madh, është fantastik. Po ku janë këto 10 vjetë se ti ke hyrë në fazën finale? Ti ke djegur të gjitha jetët si në videoloj. Kjo ishte mundësia jote e fundit dhe e çove. E dëgjon Saliu gazin tim dhe tërbohet. Thot me vete si ka mundësi që vazhdon ky faqezi e ka dhe në plan për kryetar. Ky që e urrejnë të gjithë demokratët ku do ndodhen. Ky që si flet njeri me gojë, ky që vetëm dëm i ka bërë partisë madhështore. Mendon Saliziu dhe sulet në parlament e më kërkon mua. Ku është Zexhinea, thot? Ku është ajo që ta hekuros njerë gazin? Më kërkon mua. Është thirrje për ndihmë ajo që thot Saliu? Do ndihmë nga unë, se i është bërë gazi si zombi në për filma. Saliu vrit, e gazi ringjallu, e flit çudira. Çfarë hallesh kanë këta të PD-s? Raste për studim komplet janë. Gazo, mos u mërzit o xhan. Ti ke parimin pa fytyrësia të mba në treg. Vazhdo si çdi ti. Faqa sholle. Ne jemi gjithë vesh, jemi kureshtar, qa do i bëni njëri tjetrit, ti dhe Saliu në episodin tjetër. Kush e di çfarë do shpikni, se jeni tipa me fantazi që të dy. Pacim Gazo dhe kujdesë se ujk i vjetër baba Bufi, do e ketë ndonjë as në mëngë për ty ai. Kështu më thon infot e mia që nuk gabojnë kur. E mos dil në vapë, se je delikati, hë xhan.